shpresoj dhe lutem që të jeni bekuar nga kjo seri mesazhesh me titull Një zemër për Perëndin, që përqendrohet te jeta e Davidit. Jonathan Michael Youssef, djali im, ka shpjeguar nga 2 Samueli 6 nevojën tonë për ta kuptuar shenjtërinë e Perëndisë në çdo kohë. Ju keni për t'u bekuar. Vras mendjen, nëse dikush nga ju ka bërë supozime për Perëndin kur ka marrë një rezultat të pritshëm. A keni menduar se Perëndia do të veprojë në një mënyrë të caktuar kur ju keni bërë diçka për të, por pastaj keni zbuluar se nuk ndodhi kështu? A e keni vendosur ndonjëherë Perëndin në një ekuacion dhe keni menduar se e dinit se si do të ishte rezultati bazuar në veprimet tuaja? E po, sot do të shohim se Perëndia jo gjithmonë përshtatet me ekuacionet tona standarde apo me kutit tona të vogla. Jo, ai është shumë herë më i madh. Ai është shumë herë më i pasur, shumë herë më i zgjuar, shumë më madhështor se të gjitha këto, shumë herë më tepër nga sa mund të mendojmë apo imagjinojmë ne. Dhe prandaj do të vazhdojmë aty ku e lam me këtë seri mbi jetën e Davidit. Davidi merr qytetin e Jerusalemit, ai e pushton atë dhe i përzë Jebusejt që e kishin pushtuar atë qytet. Më pas ai imposht filistejt në një betejë të madhe. Pastaj kalojmë në kapitullin 6 dhe të ngjarjet që ndodhin këtu, kur Davidi mbledh gjithë burrat për të sjellë arkën e beslidhjes për ta sjellë atë në kryeqytetin e ri, Jeruzalemin. Dhe prandaj bëjmë pyetjen: çfarë është arka? Çfarë është arka e Perëndisë? Çfarë është arka e beslidhjes? Përveç asaj që donte të na tregonte Steven Spielberg në filmin Indiana Jones. Cila është simbolika e kësaj arke? Pse është e rëndësishme? Kuptoni që arka shërbente si përfaqësim i pranisë së Perëndisë me popullin e tij. Ajo i kujtonte popullit se kush ishte Perëndia dhe çfarë kishte bërë ai. Dhe ajo duhet të shkonte me popullin e Izraelit kudo që ai shkonte, madje edhe në betejë. Dhe shohim se arka e beslidhjes është kapur nga filistejt në një periudhë përpara mbretërimit të mbretit Saul. Për shkak të 2 bijve të Elit, priftit. Nëse e mbani mend, Eli është ai që e merr Samuelin në shtëpinë e tij dhe pastaj gjykimi vjen mbi Elin për shkak se 2 bijt e tij, kur Izraelitët po humbisnin një betejë, menduan që ta merrnin arkën e beslidhjes dhe ta çonin në betejë që do mund të fitonin. Ata po e shihnin arkën e beslidhjes sikur të ishte ndonjë hajmali. Dhe prandaj ndodhi e kundërta e asaj që ata menduan se do të ndodhte. Arka u kap në atë kohë. U kap nga filistejt. Por kur arka e beslidhjes, kur arka e Perëndisë u fut në shpellën ku ata mbanin perënditë e filistejve, perënditë e tyre vazhdonin të binin përmbys. Dhe Dagoni kishte rënë dhe i kishte thyer të 2 krahët dhe rëzohet përsëri ditën tjetër dhe i koputet koka. Kudo që e çonin arkën e beslidhjes në çfarëdo qyteti që ajo shkonte, filistejt që jetonin në atë qytet, krejt papritur mbuloheshin nga tumore. Mos e sillni në qytetin tim, sepse kuptoni që Perëndia nuk është një Perëndi që mund të kapet nga një armik. Më në fund, filistejt u lodhën nga kjo gjë dhe e ngarkuan në një karrocë dhe ja kthyen sërish izraelitëve. Por edhe kur izraelitët e marrin përsëri arkën, ata mbetën të mahnitur nga ajo, për shkak se disa burra pan brenda në arkë dhe këtyre burrave ju mor jeta menjëherë. Dhe të friksuar, izraelitët e çuan arkën në Kirjat Jearim. Dhe pikërisht në atë vend e lanë atë.
Dhe kështu Sauli u vajosi mbreti i Izraelit, por a e sjell Sauli arkën e beslidhjes për t'i kujtuar popullit praninë e Perëndisë? A e sjell Sauli arkën e beslidhjes për të treguar se ai nuk është autoriteti i plot, por ai jep llogari një autoriteti tjetër? Jo. Sauli e lë arkën në Kiriath Jearim dhe në këtë mënyrë ai mendon se e lë Perëndin aty. Por Davidi është mbreti i vajosur dhe çfarë bën ai? Ai do që arka e beslidhjes të sillet në kryeqytetin e ri, për të treguar se Perëndia është Perëndia e Izraelit. Dhe te vargjet 1 dhe 2 tek 2 Samueli kapitulli 6 lexojmë: Davidi i mblodhi përsëri gjithë burrat më të zgjedhur të Izraelit, gjithsej 30.000 veta. Pastaj u ngrit dhe shkoi me gjithë popullin që ishte me të nga Baale e Judës për të transportuar që andej arkën e Perëndisë me vete, emrin e Zotit të ushtrive, që rri midis kerubinëve. Dhe e vendosën arkën e Perëndisë mbi një qerre të re dhe e hoqën nga shtëpia e Abinabadit, që ishte mbi kodër. Uzahu dhe Ahio, bijtë e Abinadabit, ngisnin qerren e re. Kështu e hoqën arkën e Perëndisë nga shtëpia e Abinadabit që ishte mbi kodër dhe Ahio ecte përpara arkës. Davidi dhe të shtëpia e Izraelit u binin para Zotit lloj-lloj veglash, prej drurit të selvis, qesteve, harpave, dajreve, sistrave dhe cembaleve. Kjo është një ditë për një festë të madhe. Ata po kremtonin Perëndin dhe fitoren që ai u kishte dhënë atyre mbi filistejnët. Dhe arka bashkë me karrocën po ngjitet drejt Jeruzalemit. Pastaj në vargjet 6 dhe 7 lexojmë: Kur arritën te lëmi i Nakonit, Uzahu zgjati dorën drejt arkës së Perëndisë dhe e mbajti atë, sepse qetu penguan. Atëherë zemërimi i Zotit u ndes kundër Uzahut dhe Perëndia e goditi për fajin e tij. Ai vdiq në atë vend pranë arkës së Perëndisë. Biblia na thot se zemërimi i Perëndisë u ndes kundër Uzahut sepse ai e preku arkën. Dhe unë mendoj se ka një keq kuptim shumë të madh për arkën këtu. Akoma më shumë ka një keq kuptim se kush është Perëndia. Sepse ai nuk është thjesht një perëndi tjetër si Dagoni i filistejnëve. Ai nuk është si Baali, ai nuk është thjesht një prej perëndive të tjera që ka ardhur dhe ka shkuar. Ky është Jahue. Ai është krijuesi i universit, autori i gjithë jetës. Ai është mbajtësi i universit, është ai që zgjodhi një grup të dobët njerëzish dhe i bëri ata të mëdhenj për lavdinë e tij. Ai është i drejtë në të gjitha gjërat që bën. Ai nuk bën asnjëherë asgjë të gabuar. Ai është i pagabueshëm, pacene dhe i drejtë. Ai është i shenjtë. Ai nuk është thjesht i shenjtë, ai është i shenjtë, i shenjtë, i shenjtë, që do të thotë se ai është tjetër, që është i veçuar, që ai është ndryshe nga krijimi i tij, që ai është madhështor dhe superior dhe prandaj ai është i denjë për të gjithë lavdinë, gjithë nderimin, gjithë admirimin dhe gjithë adhurimin. Kuptoni që izraelitët po gëzonin për këtë ditë, sepse ata ishin të lumtur që shihnin arkën të vinte në qytetin e Jeruzalemit. Por ata kishin lejuar që kompromisi dhe mëkati të bënin vend në jetën e tyre. Ata ishin të lumtur që kishin një perëndi të madh dhe të fuqishëm që i ndihmonte të mundin filistejnët dhe jezubejnët. Por kur vinte puna te gjërat e përditshme, ata e harronin se kush ishte ai dhe nga çfarë dhe për çfarë i kishte thirrur. I kishte thirrur ti shërbenin dhe të ndiqnin atë që të largoheshin nga mëkati dhe të mos ishin si gjithë komunitetet e tjera rreth tyre. Kjo filloi me mbretin e tyre. Dhe tani shikoni se si po transportohet arka. Mbi një qerre. Çfarë problemi ka kjo? A e di njëri? Ajo nuk duhet të transportohet në këtë mënyrë. Arka ka këtë pamje. Ajo ka mbajtëse nga të gjitha anët për t'i futur shufra që ajo të mos preket por të mbahet në krah.
Arka duhet të mbahet në krah nga levitët, priftërinjt, ata që përfaqësojnë njeriun te Perëndia, ata që kryejnë flijimet dhe shlyerjen e mëkateve. Ata janë njerëzit që duhet të mbajnë gjërat e shenjta. Ata duhet ta mbajnë arkën që përfaqëson te njerëzit praninë e Perëndisë. Ajo i kujtonte atyre se kush ishte ai, se kush kishte qenë dhe kush do të ishte në të ardhmen. Por kur arka u kap dhe filistejnë donin që ta hiqnin qafe atë, ata nuk e dinin se për çfarë ishin ato mbajtëse, nuk e dinin që në për to futeshin shufra. Prandaj e ngarkuan në një qerre. Nuk do të doja që të isha njeriu që doli vullnetar për ta ngarkuar në qerre. Prandaj filistejnët ja kthyen atë izraelitëve dhe Davidi kishte zgjedhur këtë metodë mbi një karrocë për ta transportuar dhe jo metodën e përshkruar te Numrat kapitulli 4. Prandaj kur qetë pengohen dhe arka po binte, Uzahu zgjatet për ta mbajtur arkën që të mos binte dhe duart e tij mëkatare prekën arkën që përfaqësonte Perëndin e shenjtë dhe ai vdiq në vend. A nuk jemi edhe ne kështu? Ne harrojmë si të krishterë që jemi thirrur, që jemi veçuar, ne jemi të shenjtë, jo sepse jemi të përsosur, por i shenjtë do të thotë tjetër, i ndryshëm. Tani unë jam i vetëdijshëm që ka njerëz që po më dëgjojnë sot dhe po thonë, po, çdo gjë që Zoti bën është e mirë dhe e drejtë edhe nëse unë nuk e kuptoj. Por ka edhe të tjerë që sot mund të thonë, e po, çfarë është e gjitha kjo? Për çfarë arsye vdiq Uzahu? Nuk më duket si një perëndi i dashur, i hirshëm dhe i mëshirshëm. S'ka gjë, kjo është një pyetje me mend për të bërë. Le të mësojmë së bashku. Pse do t'ja merrte jetën Perëndia këtij njeriu në dukje të pafajshëm? Sepse ai nuk është i pafajshëm. Duart dhe zemra e Uzahut ishin mëkatare. Dhe gjatë përpjekjes për të mbajtur diçka, ai theu një ligj që u krijuar kur Perëndia tha, mos e prekni arkën. Nuk dua që të largoheni që këtu duke menduar, Perëndia është vërtet arbitrar në mënyrën se si e merr jetën. Unë dua që ju të largoheni nga ky takim sot, të mahnitur dhe me frikë nderim për shenjtërinë e Perëndisë. Ju mund të jeni të sigurt që kur Perëndia thot se është i dashur, ai është shumë më tepër i dashur nga sa mund ta kuptojmë ne. Që kur Perëndia thot se është i mëshirshëm, ai është shumë herë më i mëshirshëm nga sa mund të përfytyrojmë ne. Që kur Perëndia thot se është i drejtë, ai është shumë herë më i drejtë nga sa mund të mendojmë ne. Ai nuk mashtron, ai është i vërtet në atë që thot se është. Ky është Perëndia që adhurojmë ne, ky është Perëndia karakteri i të cilit nuk ndryshon kurrë. Vargu 8. Davidi u trishtua shumë, sepse Zoti kishte hapur një të çarë në popull duke goditur Uzahun. Kështu ai vendu quajt Perec Uzah. Edhe sot e kësaj dite. Davidi pati frikë atë ditë nga Zoti dhe tha, si mund të vi tek unë arka e Zotit? Kështu Davidi nuk deshi ta mbart arkën e Zotit pranë vetes së tij në qytetin e Davidit, por e transferoi në shtëpinë e Obed-Edomit nga Gathi. Këtë ngjarje kishte në mendje kur Davidi shkroi Psalmin 24. Më lejoni që të lexoj një pjesë për ju. Zotit i përket toka dhe të gjitha gjërat që janë mbi të. Bota dhe banorët e saj, sepse ai ka themeluar mbi detet dhe ka vendosur mbi lumenjt. Kush do t'i ngjitet malit të Zotit? Kush do të qëndrojë në vendin e tij të shenjtë? Tani përgjigja? Njeriu i pafajshëm nga duart dhe i pastër nga zemra, që nuk e ngre zemrën, që nuk e ngre shpirtin për t'u dukur, dhe nuk betohet në mënyrë të rreme. Ai do të marrë bekimet e Zotit dhe drejtësinë nga Perëndia e shpëtimit të tij. I tillë është brezi i atyre që e kërkojnë, që kërkojnë fytyrën tënde, o Perëndie e Jakobit. Kush do t'i ngjitet malit të Zotit?
Kush i ka duar të pastra? Kush e ka zemrën e pastër? Kush nuk e ngresh shpirtin për të dukur dhe nuk betohet në mënyrë të rreme? Kush mund ta çonte këtë ark të beslidhjes në Jerusalem? Nuk është Davidi. Nuk është asnjën nga izraelitët, padyshim jo Uzahu. Nuk është askush prej nesh. Nëse dikush mendon se është, le të vijë të bisedojmë më vonë. Kush ka mundur ndonjëherë që ta ngjisë atë mal të shenjtë? Do të ishim më të sigurt duke notuar në oqean me peshkaqenët të rrethuar nga gjaku i peshqve, se sa të shkonim përpara Perëndisë së shenjtë, kështu siç jemi. Por kuptoni që vdekja e Uzahut parashikon vdekjen e një tjetër njeriu i cili vdiq me dëshirë për shkak se Perëndia është i shenjtë. Në kryqin e Kalvarit, ne takojmë shenjtërinë absolute të Jezu Krishtit dhe hirin shpengues dhe transformues të Jezus Krishtit. Shenjtëria kërkon që të pastrohet mëkati. Hiri kërkon që të bëhet një flijim dhe Perëndia i bëri të dyja. Krishti është i vetmi që mund të ngjitet malit të Psalmi 24. Ai është i vetmi me duar të pastra, ai është i vetmi me një zemër të pastër, ai është i vetmi që nuk është betuar kurrë në mënyrë të rreme dhe përmes tij ne mund të arrijmë te Perëndia i shenjtë. Këtu ka nevojë për një amen. Dhe si përgjigjet Davidi. Të shohim vargjet 12 deri në 15. Atëherë i than mbretit David, Zoti ka bekuar shtëpinë e Obed-Edomit dhe gjithçka që është pronë e tij, për shkak të arkës së Perëndisë. Atëherë Davidi shkoi dhe e mbarti me gëzim arkën e Perëndisë. Kur ata që mbartnin arkën e Zotit, nuk po mbahej më në qerre. Kur ata që mbartnin arkën e Zotit bën 6 hapa, ai flijoi një ka dhe një viç të majm. Davidi hidhte valle me gjithë forcat e tija përpara Zotit, duke veshur një efod prej liri. Kështu Davidi dhe tërë shtëpia e Izraelit mbartën arkën e të Zotit me thirrje gëzimi dhe duke u rënë borive. Ai e kupton shenjtërinë e Perëndisë dhe përgjigjet siç duhet. Në fakt, Davidi duket aq i prekur nga ngjarja që kishte ndodhur, sa ka një vlerësim krejt të ri për Perëndinë dhe nuk ka veshur rrobën e tij mbretërore që ta tërhiqte vëmendjen drejt tij. Në vend të kësaj, ai vesh mantelin e priftit dhe jo një të punuar bukur, por një të thjeshtë. Dhe ai kërcen para Zotit me gëzim, por në vargun 16, por ndodhi që ndërsa arka e Zotit po hynte në qytetin e Davidit, Mikal, bija e Saulit, duke shikuar nga dritarja, pa mbretin David që po hidhej dhe kërcente përpara Zotit dhe e përçmoi në zemrën e saj. Gruaja e Davidit, Mikali, e sheh atë duke kërcyer para Zotit dhe për shkak të kësaj e përçmon atë në zemrën e saj. Pse do ta bënte ajo këtë? Mikali nuk arrin ta kuptoj dot gëzimin e përullësisë. Mikali mendon se ky tipar përullësie i Davidit është i pahishëm për një mbret. Dhe mendon se një mbret nuk mund të sillet në këtë mënyrë. Duhet të vishet në një mënyrë të caktuar. Çdo gjë më pak është e padenjë për të. Kuptoni që kjo është mënyra si mendonte babai i saj. Për këtë arsye ajo përshkruhet si Mikali, vajza e Saulit, jo Mikali, gruaja e Davidit. Mbreti Saul mendonte, nëse unë sillem ndryshe, nëse unë sillem me dinjitet në publik, gjithçka do të shkojë mirë. Dhe unë mendoj se ne mendojmë si mbreti Saul. Por ja se ku qëndron çështja. Derisa Perëndia të ulet në fronin e zemrës son, të gjitha këto janë për shfaqje. Të gjitha gënjeshtra. Dhe Davidi i thot Mikalit: e bëra përpara Zotit që më ka zgjedhur në vend të atit tënd dhe të tërë shtëpisë së tij për të më vendosur princ të Izraelit, të popullit të Zotit ton. Prandaj bëra festë përpara Zotit. Prandaj do ta ul veten edhe më poshtë dhe do të bëhem më i pavlerë në sytë e mi. Sepse, Mikal,
Unë nuk i kam duart e pastra për ta mbajtur arkën. Unë nuk kam një zemër të pastër për ta prekur arkën. Por, Perëndia sërish siguron një mënyrë për Davidin. Dhe do të vijë dikush që do ta ul veten edhe më shumë se unë. Ai do të lërë qiellin dhe madhështinë e parajsës që të vijë në tokë si njeriu. Ai do të jeti vetmi me duar të pastra, ai do të jeti vetmi me një zemër të pastër. Dhe ai do të krijojë një rrugë të përjetshme për tek Ati përmes sakrificës së tij, duke e ofruar veten si flijim. Dhe ky është lajmi i mirë. Lajmi i keq, asnjëri prej nesh nuk është i shenjtë përpara Perëndisë. Por për shkak të Jezusit dhe sakrificës së tij ne mund të thirremi fëmijë të Perëndisë. Dhe me këtë ne jemi veçuar, ne jemi tjetër, ne jemi të shenjtë dhe ne jemi ndryshe. Jo për shkak të veprave tona, jo për shkak se ne mund ta ndalojmë arkën të bjerë, por për shkak të asaj që Krishti bëri për ju dhe për mua. Prandaj herën tjetër që prisni që Perëndia të bëjë diçka për shkak se ju keni bërë diçka për të, me përulësi mund të gëzoheni. Sepse ai është i shenjtë dhe ai e di se çfarë është më e mira. Ai e ka provuar këtë përmes Krishtit. Kujt tjetër do të mund t'i besonit?